Kandidatët për kryetar të komunës së Vrapçishtit Isen Shabani nga Alianca Kombëtare për Integrim dhe Mehmet Seferi nga Vlen kanë nënshkruar kodin për zgjedhje korekte dhe demokratike. Me nënshkrimin e këtij kodi ata u angazhuan dhe u zotuan se u t'i përmbahen dhe të promovojnë aktivisht këtë dokument si një akt etik, të cilën ta respektojnë gjatë gjithë procesit zgjedhor dhe paraqitjeve publike gjatë fushatës. Kryetari i Komisionit Komunal Zgjedhor në Vrapçisht, Besnik Ahmeti, pasi uroi për zhvillimin e një procesi zgjedhor demokratik, uroi kandidatët për sukses dhe theksoi se le të fitojë më i miri. Me vetë faktin, pa më dash të zgjatim shumë që ju jeni prezent këtu, në shkruani kodeksin për zgjedhje fair dhe demokratike, pranoni që do të jeni, më thonë, do t'i respektoni parimet demokratike, të zgjedhjeve të lira demokratike, e cila do me sigurisht do të ndikojë edhe te elektorati juaj, të cilët do të jenë të sjellshëm dhe të edukuar në procesin zgjedhor. Pa më do diçka tjetër nuk desha të shtoj, uroj sukses, mbarvajtje të procesit dhe të hanët dhe le të fitojmë më i miri. Ndërkohë, kandidati i Vlenit Mehmet Seferi theksoi se pret një proces zgjedhor të zhvillohet në përputhje me të gjitha standardet demokratike dhe pas një lloj presioni. Me nënshkrimin e këtij akti solemn, na do të përmbajemi rregullave të kodeksit, me çka do t'i kontribuojmë që këto zgjedhje të jenë demokratike, fair dhe t'japin një zhvillim të mirë demokracisë sonë në këtë shtet. Me këtë na japim fjalën që këto zgjedhje do të jenë të përmbajtura, nuk do të ketë provokime dhe besoj që do t'japim mundësitë tona edhe kontributin tonë që këto zgjedhje ta reflektojnë si një demokraci në këtë komunë. Në deklaratën për media, Isen Shabani, i cili synon mandatin e tretë për udhëheqjen e komunës, u zotua për një fushatë pozitive dhe konstruktive. Ai gjithashtu bëri thirrje për pjesëmarrje masive në ditën e votimit. Jemi dëshmitar të asaj që në komunën tonë çdo herë ka pasur procese të rregullta demokratike, fair. Ja edhe sot, edhe me nënshkrimin të aktin solemn, dëshmojmë edhe një herë që do të mbahemi me përkushtim dhe besoj që do të dalëm më së miri. Apeli jonë është të gjithë qytetarët që të dalin qytetarët sa më shumë, masovikisht në një masë që në komunën tonë duhet të përcaktojmë vetë qytetarët tanë se kush do të jetë kryetari i ardhshëm në 4 vitet, mandatin e ardhshëm, që mos t'ja lëm dikujt tjetër luksin, apo siç ka deklaruar edhe kryeministri para 3-4 muaj, që ai do të emërojë një kryetar në të tjerë. Prandaj apeli jonë është në maksimum që qytetarët dalin të votojnë dhe të përcaktohet nga ana e qytetarëve kush do të jetë kryetari. Ceremonia e nënshkrimit u zhvillua në zyrat e Komisionit Komunal Zgjedhor në Vrapçisht, ku kandidatët u zotuan gjithashtu se nuk do të ushtrojnë presion mbi administratën publike apo institucionet që financohen nga buxheti komunal dhe ai qendror. Po ashtu, ata premtuan se nuk do të përdorin gjuhë rrejtje gjatë fushatës zgjedhore. Nënshkrimi i kodit për zgjedhje të drejta dhe demokratike është bërë në përputhje me nenitet, paragrafi 1 të ligjit zgjedhor, i cili parashet që nga dita e shpalljes së zgjedhjeve, partitë politike pjesëmarrëse dhe kandidatët përkatës janë të detyruar të nënshkruajnë kod etik zgjedhor.